do të jemi strikt dhe asnjë tolerancë në zbatimin e rregullores së maturës shtetërore, të cilën po e komunikojmë në të gjitha format e mundshme nëpërmjet gjithë kanaleve. Kemi pasur dhe kemi vendosur që në dhjetor, kur bën këtë rregullores, që thash një ashpërsim të rregullave, edhe të masave ndëshkimore, duke uruar, besuar fort që nuk do kemi nevojë t'i zbatojmë, por gjithsesi, edhe ato janë pjesë e mjeteve të edukimit, dhe sanksionet do t'jenë si për administratorët që nuk do të kryen mirë, shpresoj se do kemi raste të tilla ta përdorim këtë pjesë të rregullores, ashtu edhe për ndonjë nxënës që do përpiqet i shmanget asaj, ndoshta nga presioni, ndoshta nga padia, por është më mirë që t'i themi të gjitha rregullat tani dhe këtë e theksoj me shumë vëmendje. Gjithashtu, çdo thyerje e rregullit, ne kemi bërë fushat sensibilizimit çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet, do të sjelli, po e theksoj, çdo thyerje e rregullit gjatë procesit të provimit nga maturantët do të sjellë automatikisht përjashtimin e nxënësit nga procesi i provimit të maturës. Kjo duhet të jetë e qartë që për asnjë arsye nuk duhet rrezikuar. Është një kosto që unë uroj dhe besoj që s'do të kemi nevojë ta marrë askush.